që ndërpritën bisedimet Kosovë-Serbi, që kanë sjellë një varg vendimesh në dëm të Kosovës. Kërkojmë shfuqizimin e menjëhershëm të të gjitha arresteve të Serbisë, që Miloševićit dhe pastuesve të tij kundër pjesëtarëve të ushtrisë ligjtare të Kosovës. Ramushi është personifikimi i lirisë sonë. Komandanti Ramush Haradinaj është personifikimi i vuajtjeve dhe sakrificave tona. Komandanti Ramush Haradinaj është personifikimi i luftës sonë për mbijetesë. Ramush Haradinaj është Kosova. Prandaj dhe ne themi po të mas e këni të pruar. Bëz më shkuni me Kosovën dhe kalurën e saj të shajt. Mos harani, me prek Ramush Haradinajn është me prek themelet e shtetit Kosovës. Ramushi! Ramushi! Dhe me kërkesa e jonë është me fuqishin duhet biseduar me gjuhën e tij, ai nyshe nuk e kupton. Ne edhe herë kërkojmë nga sesionet e Kosovës pezullimin e menjëhershëm të bisedimeve me Serbinë. Dhe më paraqitjen e kushteve konkrete se si mund bisedohet me ta. Ju jeni sot këtu me tregu që ju jeni në kom, edhe Ramushi është në kom, edhe toni jemi në kom, nuk ka mu gjunëzu Kosova kur, nuk ka mu poshtnu Kosova kur. Ramushi! 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 Ton ju, këtë populli i Kosovës, ka kalu shumë ditë dhemshme, ka kalu shumë ditë me pezmë, me dhunë, ka kalu shumë ditë me vujtje, ton kem kalu ditë tila. Po nuk kem me leju mo, se mbo shumë, o bo bëll, është të pru mu poshtnu Kosova, është të pru mu poshtnu qytetari Kosovës.